Po që çdo poshtë, nga të 20 familjeve i ka pështu kryetari me zjarfikse në policë. Po na kanë dhënë bevasi pak a shumë. Shkaku i devijimit të rrjedhës së lumet jemi në fshatin Korretice, afërmet të komunës së Drenasit. Shtëpinë që po e shihni prapa krave të mi është mbushur gjitha me ujë. Është mbushur edhe oborri i shtëpisë, por edhe rruga e cila është përballë saj. Bllokadën në anën time të majt, e cila është edhe fare afër shtëpisë dhe varrezave të fshatit, është gjitha e mbushur me mbeturina. Sipas banorëve, kjo ka qenë dhe shkaku i devijimit të rrjedhës së lumet. Po ashtu edhe në anën tjetër, pak më larg shtëpisë, është edhe një bllokadë tjetër, e që sipas banorëve kjo është bërë bllokadën cilën do ta shohim tani, është bërë për shkak të iniciativës së njëri nga banorëve që ta ndërtojë një ur, pra që ta ndërlidh pjesën e asfaltit me pjesën tjetër të fshatit. Natyrisht edhe kjo ka shkaktuar një devijim të shtratit të lumet, edhe pastaj edhe bartjen e ujit në pjesë të tjera të fshatit. Po shihni edhe në pjesën e rrugës ku vetëm mbeturinat kanë kaluar nga rrjedhja e ujit. Përditur më shumë për dëmet të shkaktuara mund të shihni për pengesën e cilën thash që është në anën time të majt, po shihni që ka pjesë të ndryshme dhe të shumta të dronjve, pastaj përveç mbeturinave ka edhe materiale të tjera të betonit, edhe mund të shihni që po të mos ishin këto, lumi do të kalonte drejt, mirë po siç po e shihni rrjedha ujit po vije në anën time, domethënë po devijon kjo dhe po shkon në pjesën time të majt, ku mund të shihni që janë dëmtuar edhe kultura të ndryshme bujqësore. Nderuar ndjera, tregove që edhe familje tjera janë kanë të rrezikune, sidomos këtu që janë pjesën tonë që i kemi përballë. Po që çdo poshtë, nga të 20 familjeve i ka pështu kryetari me zjarfikse në policë. Po shku 5 mranshme i kanë nxjerrë dhe i kanë dhënë ndihmë, kanë. Domethënë ata vërshimet i kanë nxjerrë mbrana në shtëpi. Po. Këtë i kanë në shtëpi, ço shihet edhe në parabark, këtë ku kanë. Po na kanë dhënë bevasi pak a shumë, po menaxhimi u kon prefekt. Unë personal djem dalë ku fshirë stallën 5 orë kryetari i komunës i ka pasur hizme të mëdha deri në bashkë me qytetarë hinë për ujë 20 herë. Domethënë edhe kryetari ke po që u mundu me u ndihmu zjarfiksve, policëve gjithë atyre që janë kanë. Krejt me gazetar, me policë, me zjarfiks, me çka kanë konkret prezant çtyr. Toni kanë po merran. Domethënë një i kënaqur për mënyrën si çështë ka menaxhu komuna këtë situatë. Patjetër. Po, a mendoni që edhe qytetarët pak a shumë kanë edhe një lloj faje? Natyrisht kjo është për shkak të rreshjeve të shiut, mirë po edhe kontributi i tyre që me i blloku lument me mbeturina. Po patjetër. A mendoni që duhet të bëhen më të kujdesshëm tash me nxjerrim sempre kësaj situate? Patjetër, gjithçysh. Shajmë kryesore kanë që reka është e përfunduar dhe këtë pejtu tek ne është e pa përfunduar këtë ballak. Po më pas kon që veç me çfarë shpejtësie vjen uji dhe këtu, kur është rregulluar, çore këtu kanale. Sillet, që s'ka qare pa dalika. Andaj devijon rrjedha në kjo? Po. Amo, atje nalë ka deviju dikun. 5 nalë të është, qëra është dika kun? 5 nalë të është. Po. Edhe për shihet që prej atë pjesën vjen më shpejt, ashtu ka rrjedhje më shpejt, ne i mandej ngadalsohet. Ka ramje më të mëdha për çdo.